Mirë, mbas këshillave ushqimore... Po, folëm për trupin. Folëm për trupin, tani do flasim qik për shpirtin. Tani për shpirtin. Po, me ca shpirtra që kemi në studio. Ore, Klodi, ku është Klodi? Se tha do vi. Klodi jore. Klodi Jogisti, ku është Klodi? Klodi jon? Unë se nisë emisionin pa Klodi në botë. Që thuare, pa shikoj. Po, zhullë emisionin. Klodi! Baba Klodi! Baba Klodi! Më mërthy në rrugët më lënë. Qa dhurata ke për ne, tha për prag festash. Duam energji. Ashtu, po t'i jepi njëna këto kolla që kemi këtu. Ore kam kollën time. Mirë në rregull. Ore, qa dhurate në ke sjell? Shpirtërore. Busqeshjen time, ja. Sa i Që dhumë? Dhe nga po vi? Nga po vjen? A i po vjen a Kosovë, ishte në Kosovë, erdi live sot vetëm për që në emision. Ka vajt ka quar gëzime andejnë a Kosova, erdi dhe këtu tani. Qëfar bërë atje? Yoga, se ata unë bytën dhe nga smoku. Po ka nevoj edhe ata të shkret hapen. Ka nevoj shumë, po. Se këshin gjurat e videon që pse jetojnë femrat më shumë, me këm për pjetet hapura, dhe tani ka filluar kërkojnë në atë videon të Ti ndër ata panelistët që jem më komod se askush tjetër. Ke dy zonja yje dhe një super zonjë në krah. Në krah të zemrës, ma. Ki kujdes në Albana Ruqi, mike dashur e studios Bardazie, ëngri virozën direkt, erdi prap në studion ton. Viroz dashurie. Viroz dashurie ishte e vërtet. Sot i Rajan Kula, një yll i vërtet, mike dashur e vjetër e emisionit Bardazi, Klodian Murati që bëhet si që bëjnë ata jogistët, mund të marri 400 forma, po të doj? Po i shkon shumë kjo rol, me po i shkon. Ndër babagjyshet më të palestruar, s'kam parë babagjysh ka që palestruar. Dhe kush rikthehet në studion e Bardazi pas një mungese shumë të gjatë? Valbona. Vetë Valbona Pelushi e mrekullueshme, faleminderit që jeni me ne. Në këtë ditë të bukur që është pas... Tani, tema është sa shumë e gënjejmë ne veten, shpirtin. Si e gënjëm vitin që shkoj dhe sa shumë do t'a gënjëm këtë vit në vetë-veten? Sotira, kush ishte gënjeshtra më e madhe që i the vetes vitin e shkuar? Shiko, me thënë drejtën, unë i kam thënë vetes ti me këtë mendoj gjithmonë, që i kam thënë vetes ti me aq shumë gënjeshtra, sa ju nuk e... Ti, e pas ke rrejt, e pas ke shujt vetë-vetën. Kam gënjur aq shumë që tani këtë vit mendova do t'a kthej. Nuk do gënjej se nuk po më del asnjë gjë nga ato që kam planifikuar. Kështu që do mendoj që këtë vit thjesht do mendoj. Jo se njerëzit e mendojnë gënjeshtrën vetëm kur a thua të tjerëve, harojnë që a thua dhe vetes të njerëz. Tani to ishin të bardha apo të zeza njerëz, se je veshur kështu. Jo, jam vesh me të zeza, por gjithmonë mendimet janë të bardha. Hajde, slogani i ri bardhazis pa. Është veshur bukur gënjeshtra, tani më quhet manifestim. Po, ajo, po, rikaminat ato. Klodi ka qef ato. Ja, sigurisht është një manifestimi i ideve. Që mund shikoj veten si milioner. Mantra om. Po tani, mendoj që duhet jetë brënda një farë kornize, sepse nuk mund të shkoj përtej, se pas kthej në iluzione edhe aty është problemi që ndjehet si gënjeshtër ndaj vetes. Po më gjithë ato kemi nevojë për ca premtime. Pse na duhet Valbon ta gënjejmë veten? Pse? Tashi, unë më tepër do t'a kap në një plan tjetër që dashi pa dashje ne kemi dhe qik kulturë kombëtare këtë pjesë e gënjeshtë. Mashtrimin, Rrejnë. Nuk e di pse, po ne përballemi me të vërtetën që ka një problem shumë i madh. Si duket duhet një proces shumë i gjatë në kohë. Nuk hahet e vërteta, mulla. Nuk e dashkemi, pra s'na pëlqen fare. Mish krudo. Po edhe për fundim të vërteta do hamne. Unë nuk e besoj që Klodi gënjen. Nuk e di pse, po nuk e besoj. Dëgjo, në fakt... Sa e ke rrejt veten këtë vit? Këtë vit nuk arrita të realizoj një gjë. Nuk është se e theme gënjeva vetën, por, do më thënë, nuk po e them edhe këtu në publik, sepse një nga gjërat që them jemi bërë këshune të paparë, sa thot njeri diçka e kopjoj tjetri e bëri nesër. Edhe unë them, driqë hëngër po... Kjo quhet majmunlik, e kupton? Majmunlik, ma, po kështu doja të nëzirën, po sa e papari edhe ti e ka banane naje. Nga majmuni vim dhe, dim originat. E ti thua, po pse majmuni ngeli majmun, njeri o tani, nuk po bëhet i qik njeri, po ngeli po majmun. Dhe, i premtova vetes, në fillimin që këtë vit do realizoja diçka, ta heq këtë tani baba gjë. Iqe zemra, iqe. Po vetëm kapuqin mos e hiq se duke shumë bukur. Ashtu, ha? Për zote, të pëlqen, do më pëlqen shumë. Po ta prish shumë duke si ato kamurristat. Jo, është, kamurristat e dashuris, po. Edhe,
i pa ta premtuar vetes që... Ku e në Kosovë e ble vetës? Se kështu, si meti në Kosovë. Nuk mund ta them kush ma ka dhënë. Ja ka dhuruar dikush, e kuptuam. Çdo gjë, unë nëse jam veshur, do të thotë se mi kam blerë, se për ndryshe do rria pa këto. Po, e di. Që njës molla në fytë ati që e hëngri më. Ne kemi thënë ato. Dhe, po jo më, apash, digjo, nuk e keni vënë reju kur futeni në dush, për shumë që heqim ropët e gjitha qaloj energjia të vjen? Dhe ka dush e po nga ujë? Po jo, po kur vetën dush, saj pastaj, po dhe pa u futur atje. Ja i ftoti, po. Edhe kështu që, pra, dhe i pa ta premtuar vetes që si vjetë do bëja diçka që do t'i shërbente të tërë shqiptarve, jo vetëm këtu. Kudo që ndodhe. Kudo që ndodheshin. Tani e paske rejt edhe paske rejt, aj që rëndshëm veten? Jo. Arsyeja përse nuk u realizua, mbase mund t'ishin gjëra, do më thënë, justifikime, por që u thy një radhe një gjë, pastaj u thy një telefon, pastaj u thy një... Pra, mjetet të punës që e bën, që mos të realizohej. Po thëmë, gjdo gjë ndodhë për një arsye. Tema janë dhe justifikimet. Do të thënë, e hëngri telefoni. Po, nga telefoni e hëngri mikrofoni, nga mikrofoni e hëngri tripodi. Po, po e si përfundim premtimi sumbaj. Pra, Sotira e vendosi që këtë vit nuk do t'a gënjej veten. Unë mendoj, ose mendoj kështu që ka ardhur momenti, se çdo njeri mendoj që ka momentin e vet. Unë e kam kryer veten, kam manifestuar gjithkohës dhe tani po pres që të më kthehen të gjitha që ka menduar, dhe tani do ri, do pres. Se hangre dhe ti këtë tikun e manifestimit? Jo, e kisha... Ka në kripto më... Nuk ka kemë bërë dhe këto në përshubim, por që unë mendoj... Po dëgjo, e bura është ajo e beson. Po unë e besoj, unë kam arritur në një fazë që unë e besoj që do më ndodhi vetëm gjërat mira. Dhe unë të uroj dhe kjo do ndodhi. Dhe kjo do ndodhi. Po të pak të më të qoj një mesazh. Jo, të mirat, më falë, të mirat, po nuk ndanve të tjerët, nuk shijohen vetëm të mirat. Kështu që kam arritur në pikën që them çfarë është për të bërë do bëhet, se cili ka fatin e vet. Po kjo është ti rënshtrohesh vullnetit të Zotit. Mirë më goca, problemi më i madh që kanë gocat në vitin që mbyllet dhe vitin që po vjen është se s'po gjejnë burra moj. A e keni rreth veten me këtë gënjeshtër ju? Shiko, ky është problem aq i madh sa unë nuk po e mendoj më. Moj Sotira, moj po ku kanë ikur burrat moj? I hëngri babagjyshja, kush i hëngri shtriga? Unë kanë ikur burrat moj. Ornela vjen vetë vajza. Jo, unë mendoj që princi im i kaltër ka rënë nga kali, do më thonë, edhe... Po pret që të shtë ti regulosh këmën. Mos i është tyar këmba vlase. Mos ka rënë dhe kali, nuk e di qa po ndodhë, do më thonë, po... Unë nuk mendoj në fakt që gënjem aj shumë, sa mendoj që është një pik e vitit edhe e jetës së njeriut, po vit pas viti është një moment mjaft i shenjtë për secilin prej nesh, ku përpos së reflektimit se çfarë ndodhi gjatë gjithë vitit, ne kemi nevojë për një motiv të shtuar për të marrë hapa dhe vendime. Njeriu nga natyra të paktën janë ata që kanë iniciativat të mëdha personale. Ka nevojë gjithmonë që të udhëhiqet nga diçka edhe të ndjej një detyrim qoftë edhe moral vetes. Edhe detyrimin do t'ja ndjej nëse bën një farë premtimi. Po pas nëse i mban ose jo është çështje tjetër, se sa beson. Po mendoj që problemi është të bësh të kesh ide të mëdha dhe shumë të mëdha dhe duke ditur që mund të jesh shumë larg realizimit dhe jo, po si ishte 2025 si vit kështu? Ishte vit që përmbushi i shkëlqyer, po ishte vit që përgjithsisht edhe doli. A ishte vit që përmbushi përgjithsisht shumë nga ëndrat e shqiptarëve se nëse përmbushje do të quajmë dhe emigracionin në Valbona nuk beson të horoskopët. Ha, Valbon. Jo, nuk besoj kë horoskopin, me që ma bëri për Jo, nuk po pyesim për horoskopin, po flasim përgjithsisht si vit 2025, do më thënë. Për ty ishte i mirë? Relativisht i mirë, sepse gjithmonë varet se qarë konsiderojmë më të rëndën ose më të keqen. Po që relativisht i mirë dhe mirë është si që po e diskutonim dhe gjithë du që për shdo person është shumë mirë një reflektim i brëndshëm. Ja, t'ju bëj një pyetje shkencore, ti ngacmojnë që këta. Keni kursuar në i lek të vit për shumë? Nuk kemi ardhur për financat, njerë në për ëndrat të gënjim. Nëse do të gënjim, ne do themi po. As një sa shuto. Keni bërë lekët rushe kumbla. Rëndësi ka që jemi mirë, pastaj lekët... Do më thonë pas ka qenë dhe viti kredive. Dëgjo, leku është bërë për të prishur.
për të prishur. Nëse leku hynë në portofol, aty ka vëndin, po të hyrin në mëndje pastaj, O, pa Ornella, leku në mëndje. Kurse mua më ka ndodhë këshu në 2025. Mua më ka hyrë në mëndje, po së gjë e keqe. Ashtu, Po. Jo, Nuk është gjë e keqe. Unë dua që leku të më rri në portofol. Se pastaj, po të pash ty si këshu super bjonde, të shikoj them, qa mund t'i marrë kësaj? Kurse nuk të shikoj portofolin, unë të shikoj si shpirt, qa ke, do më thënë si je, sa e ëmbël je, do më thënë kjo ka vlerë. O Klodi, nuk e ke vënë redi që brenda portofolit tënë është një person që ti esh lekët? Nuk e ke vënë re që duke sikur ti vjedhin lekët në portofolit? Edhe produktet kështu ishë? Po Klodit nuk i ndodhin këto gjëra, se Klodi është shumë spiritual. Besoj që jam me njëri portofolit. Unë nuk të shoh si lek. Po t'i që kish bësh yoga tek unë ti, normal që do paguash. Por ama, dua të them këtë që ajo çka ti jep si monedhë, për mua nuk ka vlerë. Në krahasim me atë çka unë do jap që të ndryshoj ty fizikisht dhe mëndërisht. Urimet që unë marr nga njerëzit kanë më shumë vlerë se ajo kartë monedhë që më japin. Se nuk jeton dhe ti me urime tani shkutëm. Jo, dëgjoj. Nuk po them që unë... Klodi e ka sa më shumë urime merë, aq më shumë të ardhura ka.